Përshëndetje të gjithëve dhe shumë faleminderit për mikpritjen. Ka një gjë shumë të mirë çdo takim këtu në Theth, se askush nuk mund të thotë që i keni sjell nga qyteti ose nga Tirana ose nga administrata ata që marrin pjesë. Ju jeni të gjithë këtu banor, jeni sipërmarrës që jeni aktiv ose sipërmarrës që doni të hapni një aktivitet. Dhe ne jemi këtu pikërisht sepse Thethi ka qenë një nga arsyet e paketës maleve dhe është një nga pasqyrat më shëmbullore, në mos më shëmbulloria e potencialit, e aftësive për të bërë sukses dhe e problematikave që duhen adresuar. Ajo që duhet thënë qysh në fillim është se për paketën e maleve ka një keqkuptim shumë të madh. Dhe për këtë arsye ne e pam tudhës që të vim këtu. Më vjen shumë mirë që Beneti bashkë me Ervinin kanë zgjedhur eksaktësisht një truall që është një pronë të parëve, po ku trashëgimtarët nuk kishin asnjë shans të bënin zhvillim për shkak të pamundësisë ligjore të zhvillimit. Dhe në ndërkohë është shumë e rëndësishme që të gjithë ata që kanë një pronë të trashëguar dhe që janë jashtë perimetrit legjislacionit ekzistues të 7501-shit të dëgjojnë dhe të kuptojnë deri në fund se për çfarë bëhet fjalë dhe të mos bien pre e gjithë marrëzive dhe gjithë liksive që thuhen lidhur me këtë proces dhe me paketën e maleve. Dhe përpara sa t'ja kaloj fjalën të tjerëve, do më lejoni që t'i referohem disa komenteve që po i lexoja rrugës duke ardhur pasi bëra një komunikim pikërisht për ardhin këtu dhe për paketën e maleve, sepse janë komente që meritojnë të adresohen edhe në prezencën tuaj dhe pastaj natyrisht edhe ata që na kanë mikpritur këtu në tokën e tyre, po edhe tjerët jeni të ftuar edhe të mikpritur që të merrni fjalën. Po merrem pak me këto komentet sepse na ndihmojnë shumë për të kuptuar situatën. Njëri koment, sepse unë thash që paketën e maleve e kontestojnë dhe keq kuptojnë ata që malet i kanë parë gjithmonë nga qyteti, dhe është një zonjë këtu që nuk po i përmend me emra se s'ka lezet, që thot, dhe mund të jenë dhe profile falso, po nuk ka rëndësi ka çfarë thot. Thot, i shohim nga qyteti se na e ke mohuar mundësinë të rjetësojmë tokat e të parëve tanë. Madje erdhe dhe na vure edhe Tritoli, thot. Ka 2 vjet që na zvarrit procedurat sepse nuk ka asnjë dritë për këto që ti flet. Gjithashtu është në interesin tuaj, thot, që ti zvarrisni dhe ta lini sistemin me handicap që në fund t'ja falni oligarkëve. Dhe kjo e oligarkëve dhe faljes dhe sjelljes së njerëzve me lek nga qyteti për të pushtuar malet është një imagjinat që e dominon opinionin negativ lidhur me paketën e maleve. Një tjetër thot, në zonat malore si Thethi dhe zonat e tjera duhet ndërtojnë vendasit që të përmirësojnë jetesën e tyre dhe jo t'ju jep një leje ndërtimi
biznesmenve të preferuar, Shqipëria dhe toka e Shqipërisë u takojnë shqiptarëve, nëse këtë e kemi dëgjuar shumë kohët e fundit. Pastaj një tjetër thot oligarkët ndanë me lokma Bregdetin, tani donin ndani dhe malin, pastaj një tjetër thot paketa e maleve është domosdoshme, është e kohës, por me ligjet dhe drejtës pronarëve të vërtet dhe jo me uzurpusit. Dhe eksaktësisht që të mos zgjatem, këtu po e rimar arsyetimin. Paketa e maleve është eksaktësisht e kundërta e të gjitha këtyre që thuan. Eksaktësisht e kundërta. Paketa e maleve nuk është as për uzurpus, as për biznesmen që nuk kanë lidhje dhe nuk kanë marrëveshje me ju, as për oligark, as për asgjë tjetër, përveç se për të vënë në lëvizje ekonominë e trashëgimtarëve të pronave në territore ku toka nuk është ndarë sipas 7501-shit, sepse ju dhe të tjerët në këto territore nuk e kanë pranuar 7501-shin, e kanë ndarë tokën mes veti, me kufit e vjetër dhe përgjithsisht, jo gjithmonë, por përgjithsisht nuk kanë konflikte me njëri tjetrin, por dhe për të adresuar aspektin tjetër që ka të bëjë me territore ku nuk ka, siç është këtu për shembull, asnjë mundësi tjetër zhvillimi përveç turizmit. Kjo është paketa e maleve, nuk është asgjë tjetër. Dhe këtu jemi eksaktësisht në një tokë trashëgimtarësh. Dhe këtu janë ftuar edhe të tjerë, në mos gabohem, të cilët mund të marrin fjalën dhe të prezantohen dhe të tregojnë që janë aplikantë, kanë marrë përgjigje pozitive dhe nga vinë dhe pse vinë kaq vonë në këtë moment të zhvillimit pronës tyre. Asgjë tjetër nga këto që thuhen nuk ka asnjë lidhje me të vërtetën. Dhe du të them dhe gjë tjetër, sepse është hera e parë që vi këtu mbas tritolit që thot ajo zonja. Është tërësisht e pavërtet dhe ju jeni të gjithë dëshmitar që unë kam ardhur këtu dhe kam thënë vazhdoni ju ndërtoni se ne do i legalizojmë. Kjo është e pavërtet. Se nuk kam pas si ta them se do isha në shkelje të ligjit. Unë kam ardhur këtu dhe kam thënë që do legalizojmë ekzistueset. Do legalizojmë duke filluar nga ndërtimet e vjetra, sepse, siç e dini ju, edhe ata që kanë trashëguar kulla në një zonë si kjo, e cila është park natyror i mbrojtur, nuk kishin letra, apo jo. Nuk ja vinte njeri kullën në hipotek, sepse i thoshin je në zonë të mbrojtur. Dhe duke qenë në zonë mbrojtur, ti e mbaje kullën e katragjyshit tënd është, nuk ta mohon njeri, nuk vjen njeri të ta prishi, po ti nuk e bën dot pronë tëndën. Është kështu apo? Kullat. Pastaj, realiteti i krijuar nga vetë ata që ndërtuan më pas pa leje, në kushtet kur këtu s'kishte asgjë. Dhe kur ata nuk e braktisën vendin, por filluan heroikisht, sepse ata të parët janë dhe këtu, po kur kanë pionerët e zhvillimit të thetit, kanë qenë heroj. Këtu s'kishte rrugë. Këtu s'kishte as drita as gjë, ndërkohë që do t'ju japi ministri edhe një lajm pozitiv lidhur me çështjen e qëndrueshmërisë furnizimit me energji, po kur të marrin fjalën dhe ajo që un kam thënë dhe që i kemi qëndruar pik për pik është do legalizohen ata që ekzistojnë. Ajo që ndodhi, dhe ju e dini shumë mirë, ishte që mbas
vizitës time shpërtheu ndërtimtaria e palishme këtu. A thua se u mor leja që o burra, dhe me idenë që me që do legalizohen, hajtë po futem. E po, u arrit të goditej zemra e thethit. Kartolina botrore e thethit. Po të shkosh, të shkruash theth në të gjitha gjuhët e botës në Google, pamja e parë që del është kisha me lëndinën e gjelbër. Lëndina e gjelbër u zaptua, u vun me shpejtësi disa shpidruri, u rrethua, u shtrua me zhavor dhe u kthye në një plag mund mes të thethit. Si mund t'i lejonim ne këto? Si mund t'a lejonim ne që mbasi erdhëm këtu për të kremtuar gjithë heroizmin, se është heroizm real ai që keni bërë ju deri përpara kur ne filluam t'ju vim në ndihmë, kur u bët me qeveri, se s'keni pas qeveri. Rrugë jo, drita jo, komunikim hiç, muaj të tërë e dini vetë më mirë se unë, kush rrinte këtu në dimër nuk kishte shans as të dilte, as të priste njeri, Zoti dhe ju bashk me të kur larg qoftë binte në një halli maf në shtëpi, smundje, a ku di unë, dhe erdhëm për të thënë që po, tani ne du ta çojmë në një nivel tjetër zhvillimin, duhet të rrisim cilësinë me sistem. Dhe me leje, me projekte cilësore, jo hajde ndërto, siç po bëjmë aktualisht me të 11 aplikantët, apo dhe me të tjerë që kanë ardhur, janë interesuar, po punojnë, kanë marrë arkitekt, po kjo është e gjithë historia. Po ja kaloj tani ministrit të pushtetit vendor, i cili është edhe koordinatori i gjithë programit paketës së maleve, për të thënë dhe ai dy fjalë, pastaj e bëjmë me ndërveprim. Flisni ju, mund të keni pyetje, mund të keni shqetësime, ndonjë edhe mund të ketë në një ankesë, se mund të jetë ndonjë që mund të jetë prishur ajo pa leje që e ka bërë mbas vizitës time. S'ka problem, e diskutojmë. Dhe ju falenderoj edhe herë shumë për mikpritjen. Faleminderit kryeministër. Tani në fakt edhe kryetari e përmendi me drejt. Sot është një ditë shumë e rëndësishme për atë çfarë në fakt ne kemi muaj që punojmë për paketën e maleve. Ne vim atje në vendin ku paketi e maleve dhe është konceptuar, duke referuar problematikave që ka pas zona. Dhe mua më vjen shumë mirë që vetëm në raundin e parë të thirrjeve ne tashmë kemi 11 përfituesit e parë. Dhe patjetër që duke vazhduar më pas edhe me ata cilët kanë aplikuar dhe janë duke u trajtuar nga Bashkia e Shkodër, por në njëjtën kohë duke shtuar ditën e nesërme ne miratojmë qeveri zonat e reja prioritare për bashkinë, siç kryetari përmendi. Por ajo çfarë se kryeministri përmendi shumë gjëra dhe unë nuk do të zgjatesha, por unë dua të them vetëm diçka. Me shumë përulje, unë dua të falenderoj të gjithë ata cilët besojnë te puna. Besojnë tek e drejta e tyre mbi pronësinë, besojnë tek mundësia që ata kanë për të zhvilluar vendin nga ta vinë. Dhe kjo është arsyeja që këtu thethi sot. Në fakt ka kaq shumë aplikantë të cilët besojnë te historia e suksesit që po ndodh në çdo cep të Shqipërisë. Dhe kjo histori e suksesit vjen fal spari mundit që vetë sipërmarrësit kanë, por patjetër dhe gjithë ndryshimeve që kanë ndodhur në zonë. Dhe kemi ndryshime të cilat do ndodhin shumë shpejt edhe këtu në zonën e Thethit, duke filluar që me rrugën e Dukagjinit, që do të lidhej me pjesën e zonës Tropojës, që është shumë e rëndësishme për zonën. Ky komunikim midis zonave, e cila do të rrisë edhe më shumë fluksin e turistëve të cilët qarkullojnë në veriun e Shqipërisë.
por shumë faleminderit ju të cilët keni besuar te kjo mundësi dhe mbi të gjitha besoni tek ajo çfarë ju mund të realizoni në vendlindjen tuaj për të krijuar ekonomi lokale, për të krijuar ekonomi familjare dhe patjetër për ta bërë këtë vend që Zoti ka qenë shumë bujar dhe ka bërë të magjishëm për ta bërë akoma dhe më të bukur. Kështu që unë ju uroj të gjithëve suksese në këtë rrugtim që do të vazhdoni, sepse do të ketë shumë etapa të tjerë të cilët do i ndiqni, por me që jemi këtu në trojet e familjes Sordaku, unë do duhet uroj aty së pari suksese, me që ke dhe aplikimin në dorë. Marian, prifte mbara edhe të na bësh ndonjë gjë të bukur. Me që të thirr aty tani fjalën po ta jap ty. Përshëndetje gjithëve. Zoti kryeministër, faleminderit shumë për ardhjen, për disa të herë në këtë vend. Tena shumë mirënjohës. Gjithashtu edhe për paketën e maleve që po na jepet mundësia të trashëgojmë, të bëjmë diçka në tokën e të parëve tonë. Dhe të falenderojmë përzemërsisht për gjithçka. Dhe uroj që herën tjetër kur të bashkohena të kena i vend pak më të përshtatshëm dhe me hije edhe më të përshtatshëm për këtë pjesëmarrje. Të falenderoj shumë edhe sinqerisht të përgëzoj shumë edhe për projektin, sepse pash tashti po e shikoja, edhe është eksaktësisht ajo çka na duhet, një projekt i lidhur me territorin, një projekt që i rrit vlerën territorit, jo hajde ndërto gjëra që s'kan lidhje me traditën, por që njëkohësisht është një projekt dhe me modernitet. Për shembull, pash këtu është kulla, se nuk e tregoj vetë i zoti punës se e mira e madhe e burrave të vërtet të këtyre maleve është që kur vjen puna me fol flasim pak, kur vjen puna me bë pastaj gabim kush ju del përpara. Kështu që kjo është kulla, por më pëlqeu shumë, po e shikoja koncepti i vilave plis. Pra, është marrë plisi dhe nga plisi janë krijuar këto shtëpizat, vila i ka quajtur, po janë shtëpizat bukura që janë shumë unike, megjithse zhvillimi normale ka shumë nëpër Europë dhe ka lloj-lloj, po si këto eksaktësisht është hera parë që unë shoh. Të falenderoj shumë edhe ne do të mbështesim tani për gjithë procesin, po ja kaloj fjalën pak drejtores hipotekës për të shpjeguar pak procesin. Procesi nga momenti kur njeriu shkon dhe paraqet shpreh interesin në Këshillin Bashkiak, në bashki, dhe deri kur pastaj vjen tek kërkesa për leje. Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit për mikpritjen. Me thënë drejtën, rrugën e ardhes e shijova shumë, se ne jemi mësuar që të shikojmë pronat në harta, kështu që kur i shikojmë live bëhen edhe më të këndshme. Për sa i përket procesit, procesi është nis parimisht. Ajo që dua të shpjegojmë kryetarës është ligji për paketën e maleve nuk është thjesht një ligj pronësie. Është një ligj zhvillimi i cili ka dy komponentë. Është incentiva që ka të bëjë me formalizimin e drejtës pronësore, pra për atë që ju e keni, por nuk e gëzoni dot ligjërisht, dhe incentiva tjera fiskale. Fillon patjetër me një shprehje interesi, vijon me një verifikim në terren nga ana e bashkisë e më pas me një miratim nga Këshilli Bashkiak, i cili bën miratimin e listës së poseduesve, pra të pronarëve jo posedues. Hapat që vijojnë kanë të bëjnë janë më shumë ose të paktën janë kryesisht administrativ që kanë të bëjnë me një shënim në kartel e më pas me mundësinë për aplikimin e lejes së zhvillimit. Leja e zhvillimit është ajo që ju jep mundësinë që më pas me Ministrinë Përgjegjëse për Ekonominë të lidhni kontratën e shitjes që është me një vlerë simbolike €1 e më pas pronat bëhet e juaja e për të vijuar me lejen e ndërtimit dhe për gjitha hapat e tjera në vijim. Ajo që do doja të theksoja në fakt edhe për shkak të zhurmës madhe që merr kjo pjesa e zaptimit pronave është që
I gjithë procesi koordinohet me Bashkinë dhe me Agjencinë Shtetore të Kadastrës për të bërë verifikim të statusit ligjor të zonave të cilat përcaktohen si zona të zhvillimit të ekonomisë malore. Është një informacion i detajuar që ka të bëjë me pronësinë, por jo vetëm, edhe me faktin kur kemi problematika të cilat referohen nga bashkia, e në këtë rast kemi pas problematika që kanë bëjnë me harta, me problematika kjo kryesisht për shkak të regjistrimeve të kryeherët, apo në raste tjera kur mungon informacioni. Në mënyrë të vazhdueshme, ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me bashkinë për të plotësuar me të gjithë informacionet e nevojshëm këto zona në mënyrë që të mos bëhet pengesë për ju në të gjitha hapat që vijojnë të procesit deri në nisjen e ndërtimit. Tjetër me që mu dha mundësia është diçka tjetër që do doja të shtoja, me që mu dha mundësia, ka të bëjmë me një proces tjetër shumë të rëndësishëm që ka të bëjmë me rrjedhimin e kullave. Aktualisht jemi në një projekt gjithashtu me Ministrinë e Turizmit dhe me Agjencinë Gjermane për Zhvillim, ku kemi identifikuar 697 kulla të vjetra, po vijojmë procesin e plotësimit titujve të pronësisë, sepse prona toka është një nga komponentët e paketës maleve, por patjetër që kulla duhet pajisur me titullin e pronësisë, kështu që vetëm për thethin janë 15 kulla të identifikuara, që po vijojnë procesin e formalizimit dhe pajisjes tyre me titull pronësie. Ndërkohë, e gjithë drejtoria e Shkodrës për Bashkinë Shkodër ka rreth 194 kërkesa, të cilat po procedohen nga ana jon për të marrë titullin e pronësisë. Gjithashtu një proces i rëndësishëm që lidhet me paketën e maleve, por jo vetëm, ka të bëjë me regjistrimin fillestar. Agjencia Shtetërore e Kadastrës në qershor, pra muajin e kaluar, arriti të përmbyll 106 zona kadastrale që janë të gjitha zonat rurale nga Elbasani deri në Vermosh. Ky është një parakusht i rëndësishëm për paketën e maleve, pa cilën do ishte pamundur nëse s'do kishim një informacion të saktë kadastral, por patjetër edhe për proceset e tjera që kanë të bëjnë me regjistrimin e titujve të pronësisë. Kjo paka shumë faleminderit, shumë e gatshme nëse ka ndonjë pyetje, jam e sigurt që mund të keni për çështjen e pronave, e gatshme t'ju përgjigjem. Një detaj vetëm përpara se të flasi drejtoria e Agjencisë Zhvillimit të Territorit për lejet. Drejtoria e Kadastrës përmendi termin pronario possedus, që do të thotë eksaktësisht kjo që ndodh këtu. Mariani dhe dy vëllezërit e tij, të cilët jam shumë i lumtur që do lënë Italinë për të kthyer, për të ndërtuar bashkërisht edhe për të punuar bashkërisht këtu, janë pronar të këtij territori me zakon. Por kjo pronë sot është shtet. Pra, janë pronar që nuk e posedojnë pronën e tyre në kuptimin e ligjit. Pra, kadastra nuk ka në këtë territor asgjë tjetër përveç se pronë shtet. Është shumë e rëndësishme të kuptohet kjo, dhe kjo shpjegon pse ne kemi vendosur atë 1 euron. Sepse në momentin kur Mariani dhe vëllezërit do të marrin lejen, do të marrin dhe pronën me 1 euro në perimetrin e përcaktuar. Dhe në momentin kur ndërtimi do të mbarojë, ata do të marrin hipotekën dhe prona do të bëhet detyrja. Ky është procesi. Dhe ky proces shpjegon pse historia me fantazma, me biznesmen, me oligark, me alien që do vinë në përmale të marrin tokat e njerëzve që i kanë trashëguar, është historia e njerëzve ose krejt të pa informuar, ose thellësisht shpirtëzi. Sepse histori tjetër të tillë nuk ka. Nuk ka zot, kur i thon fjalës, që vjen dhe i merr tokën Marianit këtu nga qyteti, se e sjell këtu qeveria. Kjo është fantazi e smur. Siç është e smur edhe gjithë
fantazia tjetër që ata që quhen oligark pas kanë vajt dhe pas kanë pushtuar toka. Nuk kanë pushtuar ata asnjë tokë. Kanë bërë marrëveshje me pronarët ekzistus. Është komplet tjetër histori. Po nuk po i hym kësaj. Po ja kaloj fjalën drejtores AZT-s. Përshëndetje të gjithëve. Ashtu siç u përmendën shumë nga problematikat që ju jeni ndeshur në lidhje me pronën, ne duam që të vijojmë me një lehtësi shumë të madhe për gjithë ju që do aplikoni për paketat e maleve. Pranë Agjencisë Zhvillimit Territorit, e cila funksionon si sekretariat, për të pararendur më pas të gjithë procedurën dhe për ta lehtësuar sa më shumë procedurën vijuse, qoftë edhe nënshkrimin e marrëveshjes me ministrinë dhe më pas certifikimin. Ne kemi ngritur një strukturë e cila do jetë një strukturë e dedikuar për ju, me qëllim që të merren dhe të pajiseni me lejet respektive brenda një afati kohor, le të themi proceduralisht shumë në favorin tuaj. Kemi vendosur një afat për secilin aplikant i cili plotson dokumentacionin, i cili do jetë një dokumentacion totalisht i asistuar nga ne. Pasi shumë prej jush ne kemi patur kërkesa, kemi patur të takime me grup zhvilluesish nga Vau Ideas dhe disa zona të tjera, dhe kemi dëgjuar nga vetë ju, siç mund t'i dëgjojmë edhe këtu, problematika jo vetëm me hartimin e projektit, që patjetër duhet të jetë një projekt cilësor, gjë që duhet pararend të gjithë procesin vijus pajisjes me leje. Problematika të tjera qoftë me hartimin e projekteve konstruktiv, projekte të tjera detajuese, që shumë do t'i duket ç'më duhet mua projekti ndaj zjarrit, ç'më duhet mua projekti elektrik, ç'më duhet mua, janë domosdoshmëri, nuk janë pengesë për ju, dhe për të realizuar projektin sa më mirë ne do jemi bashkë me ju për t'ju ndihmuar dhe për t'ju asistuar në të gjitha fazat që ju do aplikoni. Ajo që duam t'ju kërkojmë të gjithëve është që shumë prej jush që kanë aplikuar, dhe unë shikoj dhe njerëz që janë drejtuar pranë agjencisë, shumë prej jush që kanë aplikuar gabimisht të drejtuar nga arkitektët lokal, aplikoni për leje zhvillimi. Do t'ju luteshim në mënyrën që mund t'ju vim në ndihmë, në mënyrën që të përshpejtojmë zhvillimin që doni ju të kryeni, aplikoni direkt për leje ndërtimi. Është shumë e mundur, është e lejuar nga ligji që ju mund të aplikoni kur keni një projekt të gatshëm, direkt për lejen e ndërtimit. Asistenca nga Agjencia e Zhvillimit Territorit do të jetë për të gjithë hallkat e tjera. Jemi angazhuar që të gjithë dokumentacionin të mund t'ja lehtësojmë, duke mos i trokitur institucioneve të tjera, do asistoheni nga agjencia qoftë për të marrë të gjitha autorizimet dhe aprovimet e tjera që janë të domosdoshme për t'u pajisur me leje. Është shumë e rëndësishme që themi fakti që ju sillni një projekt në AZT duhet të jetë i njëjti me atë që ju do realizoni, do jetë i njëjti me të gjitha fazat që ju parashikoni të aplikoni. Pasi gjatë rrugës, e vetmja gjë që ne kemi hasur dhe ndeshim dhe përsërisim, është ndryshimet vogla që për ju mund të duken të vogla, por që realisht ligji nuk na i lejon. Ka një sër dokumentacion i cili është i domosdoshëm që në kryet herës. Ndaj po ju them që ne kemi disa arkitekt që janë vetë ofruar dhe një pjesë të agjencisë të cilët do t'ju asistojnë, do jenë me ju dhe do jenë për të gjithë projektin deri në momentin e nënshkrimit dhe të kontratës me Ministrinë e Ekonomisë. Pasi, duke nisur dhe nga hapat e paketës së maleve, vetë hapi kryesor pas daljes së vendimit të Këshillit të Ministrave është shumë e rëndësishëm pajisja me leje dhe pas pajisjes me leje nënshkrimi i kontratës. Janë hallka që duken burokratik, janë hallka që mund të duken që ju lodhin, janë hallka që mund të duken realisht shumë. Besoni që në letër mund të duken shumë, por ne do t'ju asistojmë për t'ju bërë juve sa më të lehtë, sa më të mundur dhe sa më të prekshme brenda afatit që kemi parashikuar, afat që ne si agjenci kemi thënë që jo më larg se 3 muaj nga momenti që ju aplikonit pajiseni me leje. Më pas kjo ka të bëjë edhe me përkushtimin tuaj, dedikimin tuaj që sa herë ju hapet sistemi për të bërë ato plotësime të cilat nuk varen në dorën e institucioneve shtetërore, institucione për të cilat ne si agjenci, siç e përmenda, kemi marrë rolin tashmë për t'i trajtuar vetë në kuadrin e One Stop Shop. Prandaj, gjithçka që do ju thoja është që asistencën nga ne e keni, por gjithçka që do t'ju duhet jemi pranë jush për t'ju bërë të mundur dhe sa më efikas kohën që juve të mund të aplikoni dhe të pajiseni me leje, ju mbetet vetëm juve që të bëni projekte sa më të mira dhe të aplikoni sa më shpejt. Faleminderit gjithëve.
Faleminderit Ada. Siç thash, janë dy zona që kanë qenë prioritare në Shkodër, Thetit ndër Lysaj, por edhe zona e Sheldijes, Ragamit. Unë disha të ja fjalën fituesi tjetër të asaj zone, Gjeloshit, i cili me shumë energji ka dashur dhe ka punuar, por tani po japim një mundësi që ti legalizojë dhe të punojë mbi baza më legale. Mirë se keni ardhur herë. Unë jam një përfituesit e paketës maleve. Na kena një restorant vogël aty. Dhe ju ftoj ta vizitoni si perlë natyrore e Rregamit, Gurizi, Sheldi, Shpori, Mazreku si artizori jashtëzakonshme. Për ne paketa e maleve koken e domosdoshme, jo vetëm për mua, por shumë banorë tjerë që kanë përfituesa të tjerë. Unë besoj shumë të paketa e maleve sepse nuk null në si vend me pas mi vendosje, sepse është një marrëveshje të banorët, të komshiut, të djali ajës të njërit të tjetëri. Kështu si unë e vlerësoj jashtëzakonisht edhe jam mirënjohës për një mundësi që na është dhënë. Faleminderit. Edhe Frani kishte diçka me thënë, është nga përfituesit e zonës. Atër përshëndetje, unë jam një nga damtumt e korrikut Kalum. Faleminderit për mundësinë që na jepet tash më vazhdu në mënyrë të ligjshme. Ka 20 vjet si edhe rrugash, e kam banuar, më thon bashkë me nusën time e kam thuj, më u kthy. Nga e ke nusën? Ukrainse, jetoj në Angli për shumë vitesh. Tash e kam banuar, më thon, me këtë mundësi që na jepet në mënyrë të ligjshme, me vazhdu përpara. Mas çdo të keqe të kojt mirë, më thon, edhe un jam plotësisht optimist, më u kthy në vendemin edhe me ecë përpara në mënyrë të ligjshme, me nëtesa si i përshtatën karakterit zonës Thethit, Shalës, Dukagjinit. Shumë faleminderit për tonë. Fran, thot një shprehje, koka bën, koka pson, po tu të pa kokën ty, unë them që koka e fortë bëhet edhe më e fortë kur e pson, kështu që ti në rregull je, tash ti do të mbështesim me gjithë zemër që të bësh diçka fantastike. Nejse, më vjen keq, sinqerisht, unë kam pas në atë periudhë, siç mund ta merrni me mend, nuk e di nga Frani, po kam pas mesazhe plot nga ata që u turrën për të hedh llaçe e gur këtu, që ne djersa e kjo ajo. Tani, këtu çështja është shumë e thjeshtë, miqtë e mi. Juve jeni të bekum që keni fatin të jeni trashëgimtar të kësaj zone. Sepse është zona, është magjia e gjithë këtyre maleve, është historia e zonës që juve ju bën ta nisni një sipërmarrje turistike si me nis një neshje 13-0. Por nga ana tjetër duhet jeni shumë të vetëdijshëm që po u prish magjia e kësaj, nuk ka më mundësi që juve të keni perspektivën që do të keni duke e rujt këtë magji. Dhe magjinë e kësaj e prish pikërisht zhvillimi i pakontrolluar, duket sikur qa po bëj me po bëj një shtëpi guri, po bëj një këtu, një atje, në mënyrë të pakontrolluar, prishet magjia. Unë po ju them pa asnjë diskutim, nëse ne nuk do kishim ndërhy dhe nëse nuk do kishim shëruar me shpejtësi atë plagën mund zemër, që ju mori të gjithëve ju, po nuk ja mori vetëm ju, ja mori fytyrës së Thethit, që është fytyra e maleve të Shqipërisë në gjithë faqet e botës, magjin, atëherë të jeni të sigurt që do të binte numri i atyre që do interesoheshin për Thethin. Sa turist keni pa, unë kam pa fotografi për vete, po sa keni pa ju që shkojnë ulen nga jo fusha dhe rrinë aty me orë dhe rrinë, sepse është magjike. Pra duhet ju të jeni veç në sipërmarrje dhe të jeni bashk në produkt. Produkti juaj nuk është
thjesht dhe vetëm kulla që do bëj Mariani me vëllezrit. Produkti juaj është thethi. Ju nuk shisni kullën, ju shisni thethin, gjithë bashkë. Dhe për këtë arsye, duhet jeni shumë solidar. Ju duhet jeni si korsikanët, miqtë e mi. Nuk ndërton dot në Korsik. Nuk ka shans. Ndërkohë që në vendet tjera të Bregdetit Francës ndërtohet pa leje akoma sot. Ka raste. Në Itali, korsikanët e din shumë mirë. Ata shesin Korsikën, nuk shesin thjesht hotelin e vet. Po tjetë Korsika rëmuj, nuk vjen njeri ke hoteli. Dhe synimi me këto projekte dhe me këtë ngritje është me rrit të ardhurat. Ju e keni nis me një turizëm për bukën e gojës, keni rrit në një turizëm për mirëqenien familjare, duhet shkoni në një turizëm për pasuri. Zvicrën e vogël, ju e keni këtu vetëm në durët tuaja. Mundësin që këtu të shkohet në një turizëm luksi, paralelisht me ata tjere, se do vinë dhe ata tjere. E keni këtu. Ato plisat që kthehen në vila, që i qunë ose shpiza, ato janë luks. Është eksperiencë. Nuk është thjesht hajde se po futem në një shtëpi po flej. Po është eksperiencë. Por ti je i sigurt që me investimin që do bësh tani, ti do ta rikuperosh atë humbje dhe do jetë dalësh shumë i fituar mrapa se sa po të kishe atë që nise. Kuturo atje. Sepse tani do bësh një projekt, do jetë dhe AZT-ja që do të ndihmojë, do jenë dhe arkitekt që do ndihmojnë, edhe në fund ti do dalësh me një diçka që është vlerë dhe njerëzit do vinë, do thonë, do rinë, do mendojnë, është e zënë këtu, është e zënë atje, të shkojmë këtu, të shkojmë atje. Dhe për këtë arsye, ajo ishte vetmja gjë që mund të bëjë. Nuk ishte çështja, dhe plus kësaj, s'kishte lidhje me atë që unë thash. I kemi qëndruar fiks fjalës, kemi legalizu, dhe nuk e di a ka mbet akoma, po kemi legalizu të vjetrat, ato që ishin ekzistuese. Pa tjetër, ato edhe në fjalës, që ti themi. Se të vish ti thush tash ti e ke ndërtu hotelin atje, Fatmir, por je në zonë të mbrojtur, ne do ta prishim, se në zonë mbrojtur nuk lejohet ndërtimi. Fatmiri thot, po mirë, po kur unë isha këtu vetëm me ujkun, edhe për të çuar smurin në spital, duhet i lutesha Zotit se rruga ishte nga bora, ku ishe ti me zonën tate të mbrojtur? Kështu që zakoni dhe ligji e donte që ato të legalizoheshin. Tani nuk ka më këtu. Tani është plotësisht mund të bëjmë 3 muaj. 3 muaj. Çfarë janë 3 muaj? Do ketë një faqe, ka një faqe tani më digjitale për paketën e maleve, do pasurohet edhe me këto që flasim, edhe me projektet, do jetë një aty tek faqja, do jetë një adres direkte, që sot do jetë një adres direkte për të interesu tek AZT-ja, për të interesu tek hipoteka, për të interesu tek zyra e ministrit, për çfarë, ku ke ngec, çfarë duhet me bë, po këtë letrën, po atë letrën, si ta marrë, etj. etj. Të gjitha këto do bëhen. Tani unë duhet të pys nëse ka pyetje tjera, nëse ka në një tjetër të tritolit që do me fut në i të shame, se në këtë jetën që po jetojmë tashi nuk rrihet pa të shame. Mu më shajnë gjithë ditën, gjanëm. Nuk është se më ka marrë malli, po s'ka problem. Kush do fjallën ta marri edhe në i të shame, se do na marrin mësysh pëse. Na kesha 10 kartë dhe në majturës, nuk më shatë do të mo tani, po mirë regu, që ka ide mirë kjo. Ata që shajnë, do më thënë, vje i moment që të duhen, prapë. Unë jam Kristian Gurra, banori i Thesit, ideali i ri, i cili ja kam nis qysh fëmijë turizmit, me kampeng kur s'kom pas bujtin. Edhe
vit pas vitit kena investu, jena munu, që ishte të mua përpora prej në zero kur o kanë vështirë. Mu vitin e kalum, fakt më ka zanë rreziku, si i thonë, me nërtesën, se çdo vit jena kanë nërtim e sipër, se ne vim me familje, le të themi e varfër, kena investu, punu, tonë, vitin e kalum ka zanë rreziku me shpinë o shem krejt, dhe unë kam gjetë të problemi që ne kena marrë kredina, kena lanë edhe shpinë si kena pas, baba jem ka punu të njëtën me ba shpinë Shkodër, e kam lanë peng, edhe atë, për me marrë kredi me investu këtu. Gjo ba është bu 100 milion, kredi kam 100 milion. Tana këto, si theti ma për para rruga, drita, uj, çdo gjanë si o kënë problem, për mu sa është kënë problem, se e kum pas fit me vetin, deri vitin e kalum, qysh mu ka pri shpia, një të është kënë problemi maj ma dhe ma, si s'kam dit, kam e lanë ma, s'kam dit si me lanë zilje, një është kënë një vetëmi moment që u kum menu me thanë u dërzova, sepse nuk kam mujt me lanë zgjilje. Janë kënë kredina, borgje... Aktualisht çfarë keti tani, çfarë bën tani? Aktualisht kam një bujtin, Po. Cilën e kam me 16 loma. E ke? Po. Vitin e kalum, më ka prish një godin, e cila jam kënë të zhvillu hap pas hapi, si po thoja, ti ke pru rrugën, mu më ka dasht me ba një turizëm për dimën, me spa, me gjana, me sene, jo ma loma, sepse ne nuk kena kapacitet me përballu mo, se jena biznes familjar, s'mun në mo. Tani, po. Të them se ku dhe si të ndimon ty edhe paketa maleve, po edhe një program tjetër që duhet ta keni parasysh gjithë, se unë nuk fola për të, që është hapur për para pak ditësh, më në fund, që quhet dyfishos si përmarrjen. Spari, nëse ti do duash të zhvillosh më tutje pronën, do të djegësh paketën e maleve si Mariani, si tjetri. Duke qenë se ti ke problemin tjetër që lidhet me borxhet, domethënë që lidhet me nevojën që ti të kesh fitim të mjaftueshëm për të qenë në gjendje të lash edhe kredit, ti do aplikosh në programin dyfishos si përmarrjen, i cili është i program që të jep kredi me interes të ulët dhe të jep 70% garanci nga shteti dhe të jep 10 vjet periudhë të lehtësuar. Dhe duke i bashku këto bashk, pa tjetër që do dalësh me sukses. Kështu që ne jemi në dispozicion, unë personalisht jam në dispozicion, në rast se është nevoja edhe për mu, dhe do ta zgjidhim dhe do të udhëzojmë pak se si të aplikosh për programin tjetër. Ndërkohë që për programin e paketës maleve, siç do bën gjithë tjerë, do bësh edhe ti. Shumë faleminderit, sepse tu kanë shumë zanun me punë, ne ka dalë asko me ditë analizet, rregulla, gjanat, e kena kanë fokusuar me të. Dhe në rastin tënd, Fran, ti e ke bërë projektin apo s'e ke bërë? Zhvillim e sipër. Në rastin tënd ne mund të ndihmojmë që dhe projektin ta bëjmë falas. Shumë faleminderit. Plus kësaj mund të shohim dhe mundësinë që të aplikosh edhe tek programi tjetër i Bashkimit Evropian për agroturizmat, që aty nuk është më çështje kredie, po është edhe me grant. Kështu që gjitha këto do t'i shohim si rrugë. Pse i bëj unë këtë? Eksaktësisht për arsye se ti ke bërë një gabim dhe ti vazhdon të punosh, vazhdon të përpiqesh, familja jote po ashtu, kështu që mbështetjen do ta kesh maksimale. Unë jam i bindur që ti s'do të përsërisësh më gabimin. Ashtu dhe, kështu që bëuni bashkë dhe mos lejni tjerë të gabojnë, se thojnë, ore shiko se ne
Pa merak, ne do të ndihmojmë, do ta bëjmë këtë gjë realitet. Përshëndetje zoti kryeminist, mirë se ke ardhur. Jam unë prej aty më poshtë ku mbak shtëpinë. Unë jam kujt masoni, kam 28 vjet si banej në Londër. Kemi taku, po kam kanë interesu më shumë me bë punë se më fol. Ka 2 vite si kom fut për projektin Bledi Flekziu ta ka qumë më duket. Fevziu? Po. Projektin e kom bën ashtu si duhet, më duket e ka pa edhe Beneti. Po mirë tani, ti ja dhe Fevziu, po pse nuk e ke apliku projektin? E kom bën ka herët punën. Ja kun çuar. Po jo, a e ke apliku zyrtarisht? Ku? Krejt. Në bashki. Në Albania. Edhe unë jam faktushi me Fronin, edhe Froni ja kishte pa mush nusës i simpresin menjen, po unë kom edhe 20% me mush men çau. Gun e kom prej thethit, kanë 5 fëmijë, edhe 80% ja kanë mush menjen. Tash për 20%. Dgjoj, shiko ti e ke më të vështirë. Pse? Ta them unë. E ka më të vështirë se ka tuaj. Jo, e ke gabim, ke çifti midis shqiptarit dhe të huajt, si çon shqiptari gjithmonë. Kur janë 2 shqiptar bashkë, është puna se si bëhet, po. Midis një burri shqiptare, i gruaje shqiptare dhe një burri të huaj, gruaje të huaj, fiton gjithmonë pala shqiptare. Vendoset nga shqiptari kjo punë dhe gruaja apo burri i huaj ndjek me qejf shqiptarin. Se ti jep garanci. I shoja mush me Froni. Ti duke që si Frani ka mush me ne. Fiton dash nga gruaja apo do të sjellësh me vetë këtu. E kam shifra unë. Pra, as kam men me nda, thot do ta sjell këtu. Po. Nëse. Shiko, jam shumë i qartë për çfarë po thu. Unë Beneti po më thot që ma pra tuja. Edhe kryeministër, kom 28 vjet që kom shkuar në Angli. Jo, pse ideja është ideja është këto ndërmend të kthehen me një investim dhe kanë një aktivitet shumë mirë në atje. Ai s'ka 2 vjet nga ideja, por nga aplikimi ka 6 muaj që është në proces, po rregullohen disa procedura që kanë të bëjnë me legalizim, me hipotekën, ka probleme me hipotekën, të cilët e kanë lënë takim të shkojnë edhe tek drejtoresha për të parë problemin e hipotekës. Shkurt muhabeti, fajin e ka Beneti. Tash ti që sot siç po flasim, ti do të çosh direkt aplikimin tek agjencia. Ndërkohë, ti pronën e ke me letra, apo do ta bësh si me paketën e maleve? Është me letra, po thonë i mungon edhe një letër mrapa. Se ku me gjitha të letër mrapa? Është me letra, i mungon një letër mrapa, do me thënë do hysh me paketën e maleve. Do shfrytëzosh paketën e maleve, si gjithë tjerët. S'ke mos u merr me Benetin fare. Ti shfrytëzo paketën e maleve. Kaq. Dhe ndërkohë projektin do ja çosh direkt sot tek agjencia. Nëse do që mos ta fusësh në sherrë dhe me Fevziun, do më japësh, do ma çosh dhe mund telefonin tim direkt. Që po telefon për asaj ti s'ta ka çu pra. Jo, mund të ma ketë çu, po se kam pa unë. Zakonisht unë i shoh ato që thot Fevziu, po. Mos ki merak, do ta zgjidhim. Nuk do presë sa ç'ke pritësh ideja. U do 3 muaj më kolla nusja kohë. Ose prizizja ose të rrim atje. Nusja të ka dhënë 3 muaj kohë. Po. Nëse merr lejën për 3 muaj kanë më kthy. Po, nëse nuk e merr do vish ti, nusja do rri atje. Do rri në Angli atë. Po në rregull. I ka ardhur majt hunës, po ç'a të bëjmë me ty më? Përshëndetje. 1 minutë lutem. Unë jam prej Thethit, jam e martuar me Ndoka Jeans, edhe dëshira shumë e madhe me ardh. Po kena has shumë probleme me dokumentat. Na shajm shtëpia vjet, që kena bash me ndërtu. A bën me fol? Bën. Po bën është si s'bën, fol sa dush, por ne për këtë punë kemi. Po va gjithë tu i bën shtëpi. Pet gjithë dhe po. Po në Londër pse nuk e bën një paleti për shkak? Nuk ke shans. Nuk ke shans. Po këtu pse ke shans apo këtu hajde më Shqipëri e sapi, jo? Unë fakt po va gjithë tu i bën edhe na vetë bona i shtëpi drunit vak. Veç drunit. Po druni po. Mirë, po druni po drunin e morë kokës pastaj. Nëse s'ka. Edhe çabona, ja dashton lek para e mi kum ka marrën lek. Për zotin. Po ai ta boni, ç'a të bëj? Jo, se boni pra se kanë zyst iku. Iku shtëpia. Iku shtëpia zyst. Po iku pra do ikte ajo tash. Tash do bëjmë më të bukur. Do po marko më shumë tani.
do dëgjoj këtu, në qoftë se ti do ndjekësh procesin për 3 muaj, nusës do i tregosh lejen. Veç di me thonë pizna kryeministri, duhet me kanë krenar shumë ky vend, në qoftë se me pet mua mundësia për më kthy mbrapa. Ashtu, ha? Po. Po mirë, dakord, në rregull. Medalje nuk t'japim, leje do t'japim. Nuk e di pita persona... Këta personat janë krenar për vendin, për historinë, për familjet e tyre, krenar për ty du t'i bosh ti, se nuk mund t'jenë krenar të vjen nga Anglia ndërton pa leje këtu. Absolutisht. A pra, kështu që, nuse, për 3 muaj, burri do ketë lejen nëse do ndjeki procedurën, ose lërja nusës ta ndjeki me zonjat këtu, edhe ti mos u përzisë më duket se që ke i qik konfuz. Po. Rofsh. Ka një mërak tjetër? Po e shkome janë nga thethi. Jam nga ta që jam dëmtua me 3 objekte, 3 shtëpia. Nuk i kërkova skali bedrunit, i ko bo ndërtesat. Afroj pak mikrofonin. I ko pas ndërtesa për djemë të mi. Po, pa leje. Pa leje. Edhe me shpejtësit madhe. 2024, ke orë të kisha thethit. Po. Ke bo takim me popullin e thethit, nuk kom dollë aty, ko null djali, se është në emigracion, kam 3 djemë në Itali. Po. Dhe ke folë ata qa ke folë, kanë tonë e japën media, s'kom nevoj me bo koment. Edhe kur ke ikë për e kënej, tha djali, baba e bon, sa e koj shpi. Se jena tha 4 djeme, nuk kena kurim shpit vjetër, se nuk në zanë, tha këmë nej. Janë të martuam, 2 janë të martuam edhe me familje. Ta marrë e denë punë. I thash, po më rëbom, thash ndash, po i bojmë, po nuk i besoj kësaj punet. Tha, po i bojmë. Unë nuk mund jam e prish fëmijëve që të jinë vetë dhe problemet e veta, se kom 2 palë fëmijë që e dinë të tonë, shati i thethit e din. U kom datë të në tokën, si ma kallën baba, ja kom datë të tonë të ku gullë kufit. Edhe në këta ku gullë kufit, boni djali i math e boni 2 kaqë. 2 tjetë e boni ka 1 katë. Djali të vogël kur indava i kanë lënë shpinë ekzistuoset vjetën. Asaj mi ka ardhë legalizimi si mas fjallëve që ke lënë atë ditë të kisha... Se ishte ajo? I ka ardhë. Tash i djali i vogël, ka një aty, ka hapë 3-4 dhoma, bashkë me gruat e me nëndë vetë, dhe i bujtin të vogël një aty ka, punen me ta, tash 3 tjeti kun pa shpia, dhe kur ka ardhë, i nuk përmbejshem, në 2025 kanë ardhë dhe bo proceset në prill, në korrik kanë ardhë dhe kanë shemë. 3 dit po vendos gjykata që më kanë proces gjyqësor me lere tani dhe, qa do bëj gjykatani? Jo, me jo, ta që ledeni. Jo, të ludem, mos na qota që jeti. Jo, fali, jo, po të tërgoj aspektet tash unë. Je në regull, e the drejt, sakt, djali vogël e kishte pa leje, por ekzistuse, u legalizu. Këta të tjerët që thanë, hajde bab, ti bim me top, nuk fali sekondë. Kaq të i qarë gjukate. Djali të vogël i ka lënë shpinë ekzistuese si ku pa unë 87. Ato pra, po ajo pra, po pa tjetër. Të tjerat, tash krahas kësaj, një djali i tret ka pas atë magazinën dhe kësollën e baktive si ka kënë, e ka pa rikonstruktua punue. A ekzistuese e ka mojtë, ka ardhë komisioni i bashkisë, e ka mojtë për legalizim, gjithë si shpinë e vjetës si ka kënë. Edhe janë 2 procedurat e legalizimit që janë bashkimi. Çfarë hiku? Tashti. Po hiku tashti. Pale sekond. Tashti. Ajo shtëpia, ajo ekzistu e dyta, asnjë bon, asnjë kanë kësoll, edhe Jerevi, a kanë bën me prirët me shtëpinë 87-ën. Ajo në rregull, s'ka problem. Ka mojt bashkia tonë, ka thonë do të vinë procesi i legalizimit dhe kësaj do të vinë rrolla. Kësaj smjerë thellë ma shemen. Dëgjoj dashur, të lutem. Tashti. Çfarë nevoje keni për mbështetje që t'i bëni me rregull? Kjo që jemi këtu ne, për zonjën, është tokë shtet. Shtet është kjo këtu, në fakt? Jo, është toka e Marianit dhe vlezërve. E njëta është me rastin tëndë. Për zonjën, je shtet. Për ty, je pronar. Për këtë punë është paketa maleve, që ti si pronar të marrësh tokën tate. Dhe të marrësh tokën tate duke bërë një investim ligjor, jo të paligjshëm. Apliko tek paketa e maleve, që toka jote që figuron shtet, falë aplikimit dhe investimit, të bëhet toka jote, si që është. Të falënderoj në emrin këtij popullit. Në vitin 2000 e kanë kryetar bashkiet i pari, me Miri Hotin, me Hysem Dormi, me Parbekdoqin. Thash se the e bë kryetar komune me partinë time. Ti je me parti tjetër, ti dukesh që nga larg je me parti tjetër.
Po nuk ka rëndësi, shumë mirë. Është kënaqësi që komunikojmë me ty. Po, patjetër, edhe mu me ty. Që erdhe me ministrin, me ministrat, me drejtoreshat dhe me komandant Benetin. Shumë faleminderit si pe respekton dhe pe begenis këtë popull. Se ke thonë një fjalë tur ti. Edhe mos ja qajsh hallin, mos ja krysh nevojën kjo ja hallin. Jena mundu me sa kena pas mundësi me aukajt hallin të në njerëzve. Të përshëndesh shumë që ke ardhë, faleminderit për jush, faleminderit që ju shpjegove bashkë me ministrat, bashkë me kryetarin e bashkisë, legjendën e Shkodrës. Faleminderit për projekte që ke e bon për shalën shoshin e Dugazhinit. Padjesh me të hangër kohë, do t'lypi një projekt vogël, jo këtu, po me telefon, me diçka, për bregun e lumit qendrën administrative të Dugazhinit. Shumë faleminderit për këtë. Shumë mirë do bësh të ma kujtosh se këtë gjë më kanë përmend dhe më para. Edhe kjo është tani legjenda e Shkodrës duhet na thotë se ku është me këtë projekt. Ku je me projektin e lumit? E ke përgatit projektin, në rregull. Po, e kemi përgatit projektin për qendrën e edhe aplikimit të fondi zhvillimit. Ndërkohë, për 2 javë rruga e Dugazhinit nis me fondin e zhvillimit, right? Është dash kohë të bëhet projekti, pa tjetër që gjërat bëhen si mas mundësive, e kemi nis punën në kryet këtij veni, kur treqerekun e komunave i kishte partia ati, e kemi nis me më pak se 10 miliard euro prodhim të përgjithshëm të Shqipërisë, e kemi sjellë në 27 miliard e diçka më shumë, duhet ta çojmë në 35 miliard. Pse duhet ta çojmë në 35 miliard? Sepse na duhen më shumë fonde për të financuar më shumë gjëra. Si vin fondet? Nga vin fondet? Fondet vin nga investimet. Njerëzit duhet të investojnë dhe shteti duhet mbledhi më shumë të ardhura. Rrit ekonominë, të rrisësh mundësitë, të rrisësh fondet. Ky është thelbi. Dhe të gjitha shtetet e botës, demokratike ose jo demokratike, bëjnë garë kush sjell më shumë investime të huaja. Në Shqipëri dalin çati them, çati quj. Kokat mëdha s'janë. Çati quj. Dalin lloj-lloj sharlatanësh, lloj-lloj delirantësh, lloj-lloj ekstremistësh, ekstremistë sa të majtë e sa të djathtë, do me thënë si me kalu bicikleta me nda për gjys, dhe thonë nuk duam investimet huaja. Nuk duam të huaj në Shqipëri. Nuk duam të shesim Shqipërinë. Kujt po ja shesim Shqipërinë? Kur, ku, si? Kush po e blen Shqipërinë? Pse ata që janë në investimin e shumë diskutuar të Katarit, që sot kanë ble çerekun e Parisit. Kanë marrë Francën me veten Katar. Si funksionon? Pra, rrugën e Dugazhinit. Gjoni ma ka përmend dhe ma ka bërë leksion kur unë kam qenë akoma në opozit. Pastaj u bëra kryeministër, Gjoni tha tashtitha është rruga Dugazhinit. Po jo, sepse kur ke pak, do t'i ndash aty ku duen më shumë, te gjërat më prioritare, te gjërat me cilat fillon. Por kur rrit mundësit, i vjen radha edhe rrugës Dugazhinit. Tani me siguri ka rrugë të tjera që janë radhë më mbrapa, do vinë dhe ato. Kështu që rrugën e Dugazhinit do ta fillojmë edhe do ta bëjmë bukur. Dhe pa tjetër, projekti që tha Beneti pastaj është pjesë.
Unë do të jap pak zotnis atje, jemi pa bashkë, jemi pa bashkë. Shumë të në Shqipëri që unë ti përfolena. Edhe ti si unë? Po me ty çka? Po mua nuk më kanë shoh. Me ty të lavdrojnë? I herë për shnetje. Po nëse të lavdrojmë si rregull. Unë vetëm të din se me kërkesa jam. Për paketën e maleve të përgëzoj e i gëzoshin kush i marrin, e kush ta ashtu se në theth, po folet shumë që vinë tuaje, kështu një anë e tjetërën. Po ku do vinë për shembull? Për zotin, nuk kena vend për vedi, jo për tuajt. Jo, më thuj, po ku do vinë? Si do vinë? Nuk e di, po 2 minuta. Jo, po jo, se jam me gjithë plak. Se edhe i harroj. Jo, të lutem. Ja, për shembull, ti je nga këtu. Tani, më thuj, si e realizon një huj që vjen këtu dhe fillon ndërton këtu? Si mund ta bëj? Unë di me të thani gjë, në mend të shumë njerëzve si mua, që unë vi nga jashtë 30 vite, nuk besoj se ka vend të vinë kush. Por edhe njërë tjetër, vend ka kudo për të gjithë, por kjo është një marrëzi shumë e madhe. Dhe po të them me garanci që ta dish ti. Nuk ka në Shqipëri investim me leje, pa leje është histori tjetër, me leje, që nuk ka pronarët pjesë. Aktual. Nuk ka. Tani çfarë do më thoni? Do më thoni rjollin? Po hajde shifeni dosjen e rjollit. Hajde shifeni dosjen e rjollit. Pse nuk shkojnë në gjykat ata? Në qoftë se rjolli është një leje e dhënë një oligarku në tokën e tjerëve, të tjerët që kanë tokën mund të çohen dhe ta bllokojnë me herë në gjykat dhe sot, dhe sot, ose ta çojnë prokurori. Pse nuk e çojnë prokurori? Pse nuk e çojnë rjollin ata në SPAK? Ta çojnë në SPAK. Le ta çojnë dhe le të provojnë ata që ata janë pronarët dhe që ndërkohë aty shteti ja ka dhënë dikujt në tokën e tyre. Jo, më zotni, nuk është kështu, sepse dosja e rjollit ka të gjithë pronarët brenda. Ka të gjitha marrëveshjet e bëra brenda, ka të gjitha shitjet dhe blerjet brenda. Tani, është e drejta e gjithkujt të thotë që ore shiko se kjo është prona ime, por duhet të tregoj një cop letër. Duhet të tregoj një, si të thotë, ose duhet të jetë si këtu. Ju keni ardhur gjithë këtu, s'po dëgjoj njëri të çohet thotë, çapo thuti? Cili Marian mër, kjo është toka ime. S'po e thotë. Ja, ashtu. Kështu që o është kështu me zakon, siç e keni ju këtu, o është me ligj tjetra. Mariani, që të jemi shumë të qartë, Mariani do bëj projektin. Okej? Do marrë lejen. Është në të drejtën e vet, po të dojtë, thotë, di si është puna, po unë këtu do ta marr një nga hona dhe do ta bëj bashkë me te. Nuk mund e nal në kush. Ashtu. Kjo është vetëm e mënyrës se si mund të vi. Si mund të vi? Cilat se unë atje kur jetoj punoj në vendin e huaj në tokën e huaj. Prandaj po të them pra tani imagjino ti të çoheshin britanikët, e të thoshin Britania është vetëm e britanezëve. Ku do shkoshe ti? Ku do shkoshe ti? Un kam në 2 kërkesa. Po të ishte Britania vetëm e britanezëve? Do ishe këtu me ujqit. Prit më burr. Atëherë kur këtu kishit vetëm me ujë kur kanë fjalë. Kështu që dhe ose është shumë e rëndësishme. Kjo është një gjë që nuk ka më keq se sa t'ju fusësh njerëzve në kokë mizën që këtu do vinë ca do ta marrin. Si do ta marrin? Që këtu i kanë marrë, si i kanë marrë, nuk kanë marrë. I kanë marrë në bashkëpunim me pronarët. Ky është thelbi. Tani shteti në të gjithë botën ka prona të vetat që i zhvillon, ka drejt i zhvilloj. Por këtu nuk bëhet fjalë për të zhvilluar pronat e shtetit. Pra, atje lart është prona e shtetit. Okej, atje ke ajo. Po s'bëhet fjalë për ta zhvilluar sepse shteti e ka të përcaktuar me këtë si zonë të mbrojtur. Dhe në një zonë të mbrojtur shteti nuk vjen që të sjelli alien që të rrafshojnë malin. Ama në zonë mbrojtur, këtu jetojnë njerëz.
si ti themi ne këtyre, si t'ju them unë juve tani, t'ju them shikoj, disë muhabeti, juve kullat i keni, por nuk merrni dot hipotek, sepse është zonë e mbrojtur. Dhe ASHK-ja nuk e jep dot, se thot çaj e di, po unë kam ka 6 vjet, po nuk ka rëndësi. Zona e mbrojtur nuk lejohet. Ti them që juve që keni ndërtu 30 vjet kur këtu s'kishte as shtet as gjë, do t'ja u prishim? Jo. Tani juve i keni, turistët vinë. Nevoja për të përmirësuar shërbimet është, për të zgjerur si themi, jo, kaq, nuk ke. Si, atëherë nëse ne nuk e zhvillojmë me rregulla, kjo do zhvillohet pa rregulla. Se do vi tjetër më mrapa, që nuk do jetë si puna ime kokfort si puna Franit, si që kanë qenë përpara, që as kanë dash me ditë e tjerë. Kjo duke u zhvillu me rregulla, do mirëmbahet. Po do mirëmbahet, do e mirëmbani vetë ju. Do bëheni ju si korsikanët, po ju them unë. Kur të vi momenti që juve t'jeni stabilizu, këtu jo që të vinë tjerë të ndërtojnë nga, po këtu nuk keni për të leju ju, po të them që të preket një pemë. Nuk do t'i lejojmë. Po, që të preket një pemë. E di që të bëjnë Korsik? Jo, e di që të bëjnë Korsik? Po të shkosh në Korsik, plazhet, rrugët, çdo gjë publike nuk ka një biç cigare. Po e di pse? Se të kapin vetë. Kur shkojnë njerëzit në plazh, po ta e vën një biç cigare ta lejnë aty, i kapin vetë edhe i marrin e i paketojnë dhe i nxjerrin për jashtë, nga Korsika. Pse? Se ata shesin Korsikën, më vlla. Unë nuk jam një person që kam hotel. Okay? Unë jam një mësues. Kam fëmijët. Jam në një vend që jeton me turizmin. Atëherë unë s'të lej ty të hudhësh cigaren atje, sepse ti më prish mua produktin që shesin këta. Dhe këta duke shit të produkt paguajnë më shumë për shtetin dhe shteti paguajnë më shumë për mua. Ju ke thethi është produkti juaj, nuk është vetëm ajo shtëpia e Franit. Unë jam shumë dakord çfarë thue, po falenderoj që më dën mundësinë të flas, prandaj tani forti. Të kam bën dy kërkesa kur kena kanë theth që kjo për gjobat, për legalizimet e shtëpiave reja, i afrua 55-60. Po e di pse jam afruar, jo ta shpjegoj, jo se unë maj mend çdo gjë. Atë unë shumë i gëzuar. Po, dhe të maj mend ku jemi taku lart tek thesa, aty më ke dalë te makina, dhe ti je në zonën atje, nga ana tjetër. Nuk je këtu. Po, jo. Po, dhe e thash, kemi mbaru këtu, s'kemi mbaru atje, që ti jemi të qartë bashkë. Okej. Ashtu. Por na u fut në mes gjithë ky ndërtimtari pa leje, edhe na pengoi. Ne po të them edhe një herë, çdo shtëpi që është ndërtu deri në atë ditë që kemi bërë atë pakt, do legalizohet zotëri. Faleminderit. Për sa i përket gjobave, këtë gjë do ta lë porosi me ministrin që ndjek edhe qarkun, se nuk di të them tani. Unë po e lë këto që më ke premtue, ne jena një fshat që e din tonë, jena me drita e të pa drita. Tani do vi ke dritat. Faleminderit si ke ardhe në bug, po ja pra, me në një hajdin e si për respekte e jemi e pritun. Do vi ke dritat. Do vi ke dritat, pse do vi ke dritat? Sepse erdhëm deri në bug pra. Po të vishim përpara do thosha po prito vëlla tash se ne s'kemi ardhur deri në bug. Tani në bug kemi ardhur. Tash do vim këtu, po patjetër se kështu vjen. Pse? Se tani kemi më shumë mundësi pra. Është dhe ministri që është prej kësaj zone, që mbulon sektorin, që ndjek zonën edhe si drejtues, edhe ja ku i keni, tash e lash për në fund që t'ja u jap si omëlsinë këtë lajm, sepse është realisht një lajm që ju mezi e prisni, ndërkohë që ketë drejti se ti çdo ditë jeton me atë, kurse ne jemi më larg edhe na duket themi priti herë se erdhi në bog. Ti thotë që më duhet boga, unë duk këtu në shtëpinë time. Faleminderit kryeministër. Për sa i përket pjesës së energjisë elektrike, në fakt qarku i Shkodrës për vetë gjeografinë, sidomos të zonat bog, razëm, theth, por edhe po shkojmë Malësit Madhe, Lëpush, Vërmosh, për shkak të thyrjes gjeografike gjithmonë ka kenë vështirësi për me arrit nga pikpamja e energjisë elektrike. Thethi në fakt është ndër vendet e vetme që quhet ishull energjetik, se nuk është i lidhur me rrjetin energjetik shqiptar.
Dhe ne gjatë gjithë këtyre viteve kemi bashkëpunuar me ju, me Benetin, me kryetarin që të merrte energji nga hidrocentrali dhe çdo verë ka qenë masakër, që të jemi edhe korrekt me njëri tjetrin. Ne jemi mundu shumë, ju jeni treguar shumë dashamirës dhe ja kemi dalë. Tani investimi që ne po bëjmë është ajo që e tha zotnia, që ka të bëjë me Koplik, Razëm, Bog, që përfundon në shtator të këtij viti, në stacioni është bërë dhe ka sjellë energjinë për gjithë ato banorët e re që Razëm, Bog dhe që e përmirëson energjinë elektrike. Ndërkohë ne kemi lidhur kontratën nga Bog deri në Theth, që është 22 kilometra. Jemi në procesin e marrjes edhe ne të lejeve etj. Brenda 2-3 muajve fillojmë ndërtimin e linjës Bog-Theth, që i jep një zgjidhje totale, absolute gjithë zonës së Thethit. Ne do përpiqemi që ta marrojmë brenda vitit, le të themi para sezonit të vitit 2027, dhe që ta përshpejtojmë sa më shpejt, sepse unë e di shumë mirë nevojën që ka kjo zonë, edhe në funditës, edhe gjitha këto investime të paketës maleve, është e rëndësishme që të marrin edhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike. Dhe po ashtu që lidhet përsëri me këto zona dhe që lidhet edhe me paketën e maleve dhe me investime tjera, po ashtu jemi duke bërë dhe në Tamar në stacion të ri, që lidh pjesën e Tamarit, Lëpushës dhe Vërmoshit. Disa zona që kanë qenë gjithmonë pak me vështirësi për sa i përket pjesës e energjisë elektrike. Kështu që për të përgjigjur zotnisë, kontrata është lidhur për pjesën Bog-Theth 22 km për rrjet energjetik. Faleminderit. Tashti vetëm në qoftë se ata që janë në diell japin leje, është një nhije që do më bë pyetje. Mund ta bëj pyetjen apo Okej. Jepja pak atij nhije të bëj pyetjen se solli hijen dhe për ne rrofsh faleminderit. Jepja pak. Po. Përshëndetje zoti kryeministër, jam Klodian Harusha, prej Thethit. Kisha një pyetje për paketën e maleve. Në fakt kam shumë pyetje pa përgjigje deri në këtë moment, po shpresoj që ti marr sot. Unë kam bërë aplikimin për paketën e maleve, më ka kthyer një përgjigje negative. Ti nuk e përfiton për shkak se është pemtore. Nuk e di se si ka për të funksionu, a duhet me riapliku, a duhet me bane gjatë tjetër? Jo, më ke shkrujt. Po, kena fol. Më ke shkrujt edhe është e vërtet që ishte një ngërsh, se tani kini parasysh dhe gjë tjetër. Çdo ligj, çdo vendim bëhet duke i mendu të gjitha, po jo të gjitha mund të parashikohen dhe rrugës dalin edhe gjëra që duhen përmirësu. Kështu që po ja kaloj drejtoreshës kadastrës, sepse mbasi ma çove, ja kam çu ministrit, ja kam çu dhe drejtoreshës. Unë i ndjek të gjitha ato që më vinë. Pastaj, sa i ndjekin ato tjerët poshtë meje që kanë më shumë punë se unë, këtë unë nuk e garantoj do të gjithmonë. Ja, po ja kaloj drejtoresht. Përshëndetje. Jemi ndjen një të rastit. Kemi bërë një bisedë edhe me kryetaren e bashkisë, edhe me ministrin. Pemtore nuk ka asnjë lloj pengese në ligj për sa i përket aplikimit për paketën e maleve. Kuptoj, po aty është. Ja, më lër vetëm ta mbaroj dhe pastaj patjetër që e bisedojmë. Pra, toka bujqësore është pjesë, është një nga resurset e tokës, e cila është e lejuar mbas ligjit, për cilën mund të aplikohet për paketën e maleve. Kemi pas një lloj diskutimi me bashkinë dhe me ministrin për pushtetin vendor, për të bërë ndoshta një sqarim në lidhje me zbatimin e ligjit. Është ligj i ri, patjetër që edhe neve duke punuar me të, patjetër ka gjëra që të paqarta që i qartësojmë njëri tjetrin dhe i sqarojmë, por nuk ka asnjë lloj pengese ligjore që pemtoria të trajtohet në bazë të ligjit për paketën e maleve. Kuptoj, po aty është një problem se aty e ndan një rrugë, edhe në rrugë poshtë, domethënë pjesa më e madhe e tokës teme, por është një pjesë që është pemtore, është shtratlumi. Gjatë që nëse shifen terren është komplet abuzive. E kuptova, e di rastin, nëse ka të bëjë nëse është shtrat lumi thjesht në hartë, po në fakt nuk është shtrat lumi, nuk është pengesë. Thethi ka regjistrim fillestar të hershëm para viteve 2000 dhe ka probleme të cilat ne po merremi për të bërë përmirësimin e zonës, në mënyrë që aty ku nuk ka shtrat lumi dhe në hartë dhe në terren nuk ka shtrat lumi. Nëse shtrati i lumit ekziston në terren, po, ka pengesë ligjore, nuk trajtohet me paketën e maleve. Faktikisht shtrat lumit nuk ka aty sa është një distancë rreth 300-400 metra. Pra në rastin konkret ndaj sqarova pra. Okej, në rregull. Pra pemtoria që ishte ngërç u zgjidh. Shtrati lumit
ne na ndodh shumë shpesh që të kemi tjetër gjendje në hartë, tjetër gjendje në realitet për 1001 arsye. Realiteti ka ndryshuar, harta mund të ketë qenë problematike, nuk ka asnjë problem. Ti aplikimin do ta ribësh dhe kryetari i bashkisë bashkë me ministrin do ta ndjekin dhe pastaj do hysh në proces si gjithë tjerët. Tash po që lum mbi lum, ti mund të kesh dhe në i det bësh në i çudi mbi lum, po unë them mirë ri çik anash lumit se lumit merr me vete. Okej. Ju falenderoj shumë të gjithë. Sulmosh tjetrin fizikisht nuk është e drejtë themelore e jotja. Fjala bie, të sulmosh tjetrin ta godasësh me vezë, me domate, me vaj, me çfarë duhesh, merr cilin do nga ushqimet për ta sulmuar e për ta goditur, nuk është e drejtë themelore e njeriut. Do ta sqaroj këtë gjë sepse po krijohet ideja që në rast se ti ndalohesh të godasësh tjetrin, ta sulmosh fizikisht dhe ta godasësh tjetrin, po të cënohen lirit dhe drejtat ty. Ja. Sulmi fizik është gjëja më e ndyrë që mund të ushtrojë një qenie njerëzore kundrejt një qenie tjetër njerëzore. Nuk ka gjë më të poshtë se sa ta sulmosh tjetrin fizikisht. Zoti na dha gjithëve mendjen për të menduar, për të arsyetuar, për të analizuar e natyrisht gojen për të komunikuar gjithçka që mendojmë, për të marrë vesh me njëri tjetrin përmes gjuhës, mendjes edhe gjuhës. Jo përmes duarve, jo përmes forcës fizike, dhunës. Dëgjoja sot në parlament kryetaren e Komisionit Parlamentar të Lirive dhe Drejtave të Njeriut që justifikonte me një lehtësi të paimagjinueshme sulmin fizik dhe gjuajtën me vezë përkundrejt kolegëve të saj, deputet. Nuk pyet fare kësaj se sa mirë apo sa keq ka bërë gjithë secili nga ne në jetën e tij aty në kuvend apo edhe jashtë kuvendit. Por jemi në botë tjetër. Në botën kur të bësh keq, të bësh faj, ndëshkohet nga politikisht deri penalisht. Është një botë tjetër, është një kulturë tjetër ajo ku ti ndëshkohesh për atë që di, për atë që thua, për atë që mendon, për atë që thua, e për atë që bën me gur. Me gur. Ishte një kohë tjetër ajo ku e afërta, nuk është e largët në kohë, ku për të thënë atë që mendoje, për të kundërshtuar, e kështu me radhë, të qëllonin me armë. Dhe të vrisnin. Dhe kam vrarë. Shtu që kjo lehtësia e paimagjinueshme për të justifikuar sulmin fizik ndaj tjetrit është e neveritshme, për më tepër kur shitet si liri e të drejta themelore e në krahun tjetër reagimin ligjor mbi atë që sulmon fizikisht, sulmon dhunshëm si kufizim me lirive dhe drejtave të njerit. Ku jemi?